Mëso se i të rjetosh. Sekretet e lumturisë Mark Aureli. Kush ishte Mark Aureli? Mark Aureli, 121-180 pas Krishtit, ishte një nga perandorët më të njohur të Romës dhe një nga mendimtarët më të rëndësishëm të filozofisë stoike. Ai është i njohur kryesisht për librin e tij Meditimet, një koleksion reflektimesh filozofike mbi jetën, moralin dhe natyrën e ekzistencës njerëzore. Filozofia e tij bazohet në idenë e pranimit të fatit, kontrollit të emocioneve dhe ruajtjes së ekuilibrit të brendshëm përballë sfidave të jetës. Në vijim do të shqyrtojmë disa nga shprehjet më të njohura të Mark Aurelit dhe kuptimin e tyre të thellë. Jeta e lumtur varet nga cilësia e mendimeve tona. Kuptimi. Kjo shprehje thekson fuqinë e mendimeve në përcaktimin e lumturisë sonë. Në filozofinë stoike, mënyra si e perceptojmë realitetin është më e rëndësishme se vetë rrethana. Nëse mendimet tona janë të qarta, pozitive dhe të përqendruara në vlerat e duhura, ne mund të përjetojmë lumturi pavarësisht sfidave. Si ta aplikojmë në jetën e përditshme? Fokusohuni në mendimet konstruktive dhe shmangni negativitetin. Praktikoni mirënjohjen për atë që keni. Shmangni krahasimet e vazhdueshme me të tjerët. Ju keni pushtet mbi mendjen tuaj, jo mbi ngjarjet e jashtme. Kuptojeni këtë dhe do të gjeni forcë. Kuptimi. Kjo është një nga mësimet kryesore të stoicizmit. Ne nuk mund të kontrollojmë gjithçka që ndodh në jetë, por mund të kontrollojmë mënyrën se si reagojmë ndaj tyre. Duke pranuar këtë fakt, mund të përjetojmë më pak stres dhe ankth. Si ta aplikojmë? Pranoni se disa gjëra janë jashtë kontrollit tuaj dhe mos u shqetësoni për to. Fokusohuni në atë që mund të ndryshoni, mendimet, qëndrimet dhe sjelljet tuaja. Kultivoni durim dhe qetësi përballë situatave të vështira. Mos e shpenzo energjinë tënde duke u zemëruar për gjërat që nuk mund t'i ndryshosh. Kuptimi, zemërimi dhe frustrimi për situata që nuk mund t'i ndryshojmë janë të padobishme dhe harxojnë energjinë tonë. Stoikët besonin në pranimin e fateve dhe përqendrimin në veprimet që mund të bëjmë. Si ta aplikojmë? Në vend që të zemëroheni, përpiquni të analizoni situatën në mënyrë racionale. Praktikoni vetë kontrollin dhe mos lejoni që emocionet t'ju sundojnë. Përqendrohuni në atë që mund të bëni për të përmirësuar situatën, në vend që të ankoheni për të. Koha jonë në jetë është e kufizuar. Mos e shpenzo duke jetuar jetën e dikujt tjetër. Kuptimi. Shumë njerëz kalojnë jetën duke u përpjekur të kënaqin të tjerët ose duke ndjekur pritshmëritë e shoqërisë. Kjo shprehje na kujton të jetojmë sipas vlerave dhe dëshirave tona, jo sipas standardeve të tjerëve. Si ta aplikojmë? Identifikoni prioritetet tuaja të vërteta dhe veproni sipas tyre. Mos kini frikë të ndiqni pasionet tuaja edhe nëse të tjerët nuk i kuptojnë. Jini të vetëdijshëm për kohën që kalon dhe përdoreni atë me mençuri. Kur të zgjoheni në mëngjes, mendoni për privilegjin që keni për të qenë gjallë, për të marrë frymë, për të menduar, për të dashur. Kuptimi. Kjo shprehje është një nxitje për të praktikuar mirënjohje. Në vend që të përqendrohemi në atë që na mungon, duhet të vlerësojmë çdo ditë si një dhuratë. Si ta aplikojmë? Filloni ditën duke reflektuar mbi gjërat për të cilat jeni mirënjohës. Fokusohuni në momentin e tanishëm dhe shmangni ankesat e kota. Jini të vetëdijshëm për vlerën e jetës dhe mundësitë që ajo ofron. Heshtja është ndonjëherë përgjigjja më e mirë. Kuptimi. Jo çdo situatë kërkon një reagim. Disa herë është më e mençur të qëndrojmë të qetë dhe të mos përfshihemi në debate të kota. Si ta aplikojmë? Mësoni të dëgjoni më shumë dhe të flisni më pak. Mos lejoni që emocionet momentale t'ju nxisin të thoni diçka për të cilën mund të pendoheni. Vlerësoni situatat dhe mendoni para se të flisni. Përfundim, mësimet e Mark Aurelit janë po aq të vlefshme sot sa ishin në kohën e tij. Ai na mëson të fokusohemi në atë që mund të kontrollojmë, të pranojmë fatin tonë dhe të jetojmë në përputhje me virtytet tona më të larta. Duke zbatuar këto parime në jetën e përditshme, mund të arrijmë një qetësi më të madhe mendore dhe një ndjenjë të thellë të qëllimit. Nëse dëshironi të përmirësoni jetën tuaj, provoni të praktikoni disa nga këto mësime çdo ditë. Siç do të thoshte Mark Aureli, vepro sikur të ishe duke vdekur. Jeta është shumë e shkurtër për të humbur kohë në gjëra të parëndësishme.